Nga historia e dashurmish të gjithë dim diçka për luftën e parë botërore, luftën e dytë e të tjera ngjarje të mëdha historike si këto. Por tashmë ne shqiptarët, si popull interesant dhe i veçantë që jemi mësuar edhe me një numeracion të ri. Në fakt, vetëm brenda këtij viti ka ndodhur 3 përmbytje. Përmbytja e parë, përmbytja e dytë dhe tashmë para pak ditësh edhe përmbytja e tretë e Shkodrës. U bë ajo që nuk pritej. Do të shohim nga afër tani situatën në vend ngjarje. Ndjekim këtë përmbytje të tretë. Ndaj me vërtet, sot mardinar. Sa përqe kjo kara Josefina? A shumë e bukur Kur e ka këduaj këngëtari se ka e lejse. Shko, Josefin, po si ka mundësi që Maja e Varkës ri për pjetë? Arrim për pjetë, doktor, se në ndrejtimin tuj, Varka është ba një kozmike. Rofta një kozmike! Atë zote! O, cu knaq në tu knaq? Ku knaq më u knaq, ne tu myt kreta burr. Qa thu marbur? Para e na myt 3 herë bre na vitit marbur. Kuak, kuak, po, zoti qytetar i fshatit. Ashtë gru, he burr, ashtë gru. Po ashtë përfytyru pak prej ujit. Pa një shu pra. Po ti je ma shumë se burr më burresh. Se ti, por, unë sot kam dalë këtu t'ju themi juve se situata ekonomike është entusiaste, zotri. Apo jo, Josefin? Është entusiaste? Mos një gjori e dy ramën që thot se ka krizë. Jo, se ai krizën e ka në kokë. Se unë jam politikari i fjallës e mbajtur. Jam apo jo? Pa për zote. Rëf politikari i fjallës A ju thash, mërë zotri, e teta e vërteta, ja, unë bëjtit. Ja, po kam thar vetë. Jo, s'ka me mua. Ka marrë tu japë si harikë. Se si harik, po da thot si harik he burr. A na ke pru qizmet reja. Po, ma shumë se qizmet. Josefin, tegoj këtyre qytetarëve të fshatit se çfarë bën jetë Vikri Stakrama të më pegon të mua e mos vjetë takoja këta. Thuj. Ja, nuk i tha. E diftoja. Nuk i diftaj. Po diftoja, thari. Hajt mirë se për diftaj. Besoj keni një gju për Age of Gjalla Gjokull. Jo. Rëf, zoti Age of Gjalla Gjokull. Më dhe mërgojnë se po të fus për zhele shëmren. Age of Gjalla Gjokull është absolutisht alati Edvin Rams. Është vulkani mafioz opunist me qenër në Island që do të me pengu zotin Berisha marë në Shqipni. Por zoti Berisha bani 1,5 milion kilometër katror marë deri këto. Për 2 milion. Ju nuk e kuptoni sa shpet ka bec. Me 250, ore pse bak kuak ti? Pa njelim të mytë e burri 10 për jena të bakru shime bret kocat. Po si. Te ban kuak, kurse në kao tjetër ma kap peshkun kaq. Le mos më tregoj mua tani. Le tani, o zotri. Po hi tani. Vetëm socialistët diramës bëjnë kështu, lutem shumë. Jo, socialistët ndërshëm jo, po ata që shiko. Se këta nuk e din, Josefin, që kur shkova unë atje takova zotin Fyle, i kam qërë librin më të madh në historinë e Evropës që është printuar ndonjëherë. Kaq libri. Kaq. I trash libri. Sa është e burr? Kaq i trash libri. Krejti mal, krejti mal. E disa i trash libri. Kaq. Ose ma mirë të akte këshu. Kaq. Po kjo disi e pa librin apo jo. Pasaj të regoj Barsalet, historit e dhvire. Thuja, Josefin, thuja qaj të regova. Të qeshi dhe qytetarët e fshatit. Të qeshi. Ja, nuk po ja them. Ama thuja. Ose po ja them. Pa si tuja maj burnesh më Ma mirë thuje vit, doktor. Shiko. Kuak. Kur do i ke unë Bruxelles, e dhvira më thotë mua. Po zoti Berisha, e thashun. Ma jep që se shpista se do të shkojmë me dashurin.
Ashtu amsuaj. Amsu. Ata është në Kur duhet u me kesha. takuem ne, i thash unë as si dole. Tha e qyva dashnore. Mirë, thash prap që këqesi se t'kam dha qërë se dolapit. E u ka ba zoti fyre, u ka shti, qka qesh? Është për të qeshur këtu? A ti qesh ma i burnish, ma? Ti, se nuk qesh ma fort, apo nuk të duke bukur? Për qenë. Ka pas kesh më fort, po është përfytyru pak, prej Po, ujt. a dini ju mikët e mi, se duke u këthyë për Shqipëri, ka kam takue në Vjenë. Ju kujtoj... Ku shfoli? Atje në Belvedere në Vjenë, si kur pashës Skënderberin. Se kush ban po, më buri dhe, se kush ban po. Kam takue atë krye kriminalin, krye mafiot. Fatos Nanon. Fatos Nanon. Po e di qka tha Fatos Nanon, unë ta më shtes liberalizimin e vizave për Shqipërinë. E do shumë Shqipërinë. Ishte ba Sirilinda si tanë ishte ba. Biles më dha mu 2 vargje, i kisha shkrujt vetë. Ti lexoj për këna kush fletë mosë. Bravo të qëmë. Sa mirë e mbytë o mori Shkodër, sa mirë e djeg orë ti cukan, shpërthen buna në një kodër, shpërthen driri në një mal, Fatos Nano dora vetë vjen. Jo, këtë thot, po, i kumtova. Fatos Nano dora vetë vjen. E ka ba vetë aji. E bukur shumë poezia, po jo? E bukur. Faleminderit prej ti. Po apo jo? Po apo jo? Pa ju thani pa, Marbura! Po sepse e një popull fisnik dhe unë duke përshnet popull e Shkodrës, mbi Shkodrës, nan Shkodrës, matan Shkodrës, me kangën e bukur popullore shkodrare, të bëllim të fest këtu në këto oqan paqësor, në këto oqan turistik. Wak, wak! Unë vake, ti qa dje, unë vake, ti qa dje.